Mendoj se ky kampionat që po zhvillohet nga Shoqata Rajonale e Futbollit në Shkodër për ato që janë mbi 40 vjeç, besoj që është një nxjetje e kësaj shoqate për të angazhuar njerëzit të cilët natyrisht ndoshta kanë lënë futbollin, por edhe ato pasionant të sportit të futbollit, të cilët prej disa javësh janë angazhuar në këtë kampionat dhe besoj që gjërat po shkojnë bukur. Ajo çfarë më kënaq është që shoh një dëshirë të madhe të gjithë ekipeve për të përfaqësuar sa më dinjësisht. Kuptohet që ka nga ato që duan rezultatin, por e rëndësishme në këtë kampionat besoj që është pjesëmarrja e atyre njerëzve të cilët e duan futbollin dhe besoj që nuk duhet heqen dorë kollaj nga ky sport shumë i bukur. Ne si ekipi medias sigurisht që nuk kemi pretendimet tona për ta fituar këtë kampionat, por gjithsesi është bukur kur luajmë ndaj veteranëve të futbollit shkodran dhe shqiptar. Është bukur kur luajmë kundër mjekëve, është bukur kur luajmë kundër punonjësve të bashkisë, të tatimeve, të pedagogëve të universitetit apo të ekipeve të tjera të cilët marrin pjesë në këtë kampionat. Besoj që kjo iniciativë e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër duhet pasohet edhe nga shoqatat e tjera dhe pse jo, Federata Shqiptare e Futbollit të organizojë një kampionat veteranësh, ashtu siç ndoshta e kanë edhe vendet të Shqipërisë.